بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tash vjen stina e vjeshtës, pasohet nga dimri dhe nata zgjatet. Është shumë e rëndësishme që besimtari me përfitu nga kjo kohë e begat dhe me u përkushtu drejt adhurimit të tij. E në veçanti me u përkushtu ndaj Kur'anit famlar, fjalës së Allahut Azza wa Jall. Të gjithë ju e dëgjoni her pas here një lutje shumë të madhe, me të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohej Allahut Azza wa Jall. Një lutje që konsiderohet si sekreti i largimit të mërzisë, e të hallëve, e të dëshpërimit, e pikëllimeve të ndryshme, të cilat e kaplojnë njeriu gjatë ditëve të jetës së tij të shkurtër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam lutej: Allahumma, Zoti im, bënë Kur'anin Rabia e qalbi, pranverë të zemrës time, dritë të shikimit tim, largim të mërzisë time, pastrim të pikëllimeve të mia. Një dua e cila në të vërtetë na merr përdore për të kuptuar hakun e madh që ka Kur'ani në jetën e gjithë secilit prej nesh. Një dua shumë e rëndësishme që na mëson se sa rëndësishme është që në jetën tonë, ne si besimtar, mos ta lam pas krahëve Kur'anin famlar. Duke nis nga leximi i tij, thjesht leximi i tij, pra hapi i parë i marrëdhënies së shëndetshme të besimtarit musliman me Zotin e tij është leximi i Kur'anit në vazhdimsi. Pastaj kuptimi, praktikimi, dëshmimi, përhapja kështu me radhë. Mirpo do të nisim nga leximi i Kur'anit. A lexojmë Kur'anin? Dhe pse ta lexojmë atë? Pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson dhe na udhëzon drejt një fakti shumë të rëndësishëm. Të gjithë ne në një mënyrë një tjetër, një ditë, një javë, një muaj, në një moment të caktuar të vitit, ankohemi për mërzinë, për pikëllimin. Dhe dikush thotë që je mërzit, po hajde të dalim të bëjmë një ecje në mal. Dakor, shumë e mirë. Je mërzit, ke një pikëllim, ke një ngushtim në veten tënde, nuk ndihesh mirë. Po hajde dhe shkojmë të pijmë një kafe dikon, ose të hajmë një drek atje, apo të bëjmë një soditje këtu, apo të bëjmë. Dakor. Mirë, po me përfundimin e kësaj etape, ose këtij stacioni, ose këtij ndryshimi të përkohshëm që në pamje të parë na largon mërzinë, e pikëllimin, me përfundimin e tij, mërzia dhe pikëllimi rikthehen. Përveç se nga marrëdhënia e shëndoshme Kur'anin famlar. Kur'ani, subhanallah, ka një sekret shumë të madh, është shërim. Allah Azza wa Jall e ka cilësu në librin e tij të mallnueshëm se ky Kur'an është shërim. Shërim edhe për mërzinë tënde, për pikëllimin tënd. Është forcë që vjen nga Zoti i gjithësisë, është kurrajo, është mbështetje që ti ndoshta në pamje të parë nuk e ndjen. Mirë, po me përfundimin e leximit të Kur'anit, sa do pak që të lexosh prej tij, ti do ta kuptosh se diçka ka ndryshuar. Ti nuk je më ai që ishe para 5 minutash, para një gjysmë ore. Subhanallah, është sekreti i prekjes hynore të Kur'anit në jetën tonë të përditshme. Dhe po të lexojmë për marrëdhënien e të parëve me Kur'anin famlar, ti do të gjesh argumente shpesh të çuditshme. Fjalavije kur flasim për imamin tonë të madh dhe më të madhin e fuqahave të historisë islame, Imam Abu Hanifën, apo Imam Shafiun, më të mëdhtë të historisë islame, do të gjesh se marrëdhënia e tyre me Kur'anin është e çuditshme. Kanë një marrëdhënie të jashtëzakonshme me Kur'anin famlar në muajin e Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, bajnë hatme pafund, një herë në 3 ditë, pastaj një hatme para ditë dhe një hatme në darkë, sa që ti thu, ore, kjo është e pamujtur. Si mund të ndodhë që njeriu me lexu krejt Kur'anin brenda një paradite dhe pastaj në pjesën tjetër të ngelur të natës? Ata e kanë bë. Si e kanë bë? E kanë bë me dashnin e tyre të madhe që kanë pas për Zotin e gjithësisë dhe marrëdhënien e shëndetshme me Kur'anin famlar. Nuk është ata janë ul sot edhe
po lexojmë nga fillimi deri në fund. Jo, nuk e lexon dot. Mirë, po me praktikimin e vazhdueshëm, me një lidhje të vazhdueshme, me një përkushtim të vazhdueshëm, Allah Azza wa Jall ja lehtëson atij që do në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme. Ne lexojmë fjallabije se Hazreti Abdullah ibn Amr, sahabiu i dashur, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte kështu: kujdesuni për Kur'anin, mësojeni atë, mësojeni edhe fëmijëve tuaj, sepse do të pyeteni për të, dhe do të shpërbleheni, dhe mjafton këshillues për atë që ka mend. Dhe më thanë, në nëzit që me e lexu fëmijët tanë, me mësu fëmijëve tanë, me ju kthy Kur'anit familjarët në çështje të ndryshme të jetës, dhe jo me elan librin e Allahut Azza wa Jall thjesht si një libër folklorik, që ne i qasemi sa herë që vjen dita e xhuma me lexu surën Kahf, dikush thotë e nisa me lexu Kahfin, pastaj e lash për gjys, ta lexoj pak më vonë, a thu se janë ja 30.000 faqe. Tamam, domethënë edhe surën Kahf e kemi të pamujtun që një herë në javë me ul dhe me lexu 15 minuta, jo më shumë, 15 minuta, jo më shumë. Aq don njeriu me lexu surën Kahf, ato pak faqe. Edhe për tek kësaj, të dashur të shtrenjtë e kemi mundësinë që nëpërmjet Kur'anit familjar që Allah Azza wa Jall e ka vendosur përpara durve tona dhe nuk ndryshon asnjëherë. Është racet e garantuar me u çliru nga shumë energji negative, nga mërzia, nga hallet, nga telashet dhe ato barra të rënda që bëjmë misupe, me i lehtësu sa të pak duke i ul në tokë, duke i mbështetur Allahut Azza wa Jall nëpërmjet leximit të Kur'anit. Ti kthehemi Kur'anit dhe të kuptojmë atë fjalë të madhe që sahabiu i dashur, Gjundub ibn Abdillah, Allahu qoftë i kënaqur me të thoshte: po ju la amanet frikën e Allahut edhe Kur'anin. Pra, përkushtoni Allahut Azza wa Jall sa të keni mundësi dhe mos e lëni mazdore Kur'anin. Pse? Thot, sepse ai është dritë në natën e errët dhe udhëzim gjatë ditës. E cili prej nesh nuk ka nevojë për pak dritë natën e për pak udhëzim ditën, që dita e tij dhe nata e tij të jenë të mbuluara nga mëshira e Allahut.